kam kënaqësinë t'ju njoftoj se sot me 71 vota për kemi zgjedhur edhe nënkryetarin e fundit dhe rrjedhimisht kemi konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, i cili ka filluar me 15 prill të këtij viti, ku janë bërë gati pra 6 muaj. Mendoj që ka qenë një procedurë rregullt, e mirë, gjithçka ka shku mirë dhe përpasoj unë jam këtu për t'i falendëruar gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës, të cilët kanë mundësuar votimin e nënkryetarit të 5 dhe tani e tutje Kuvendi mund të vazhdoj punën e vet. Kështu që edhe njerë faleminderit deputetëve, faleminderit qytetarët të Republikës për këtë durimin, për gjithë këtë kohë dhe uroj shpresoj që ky kuvend të bëj punët që presin e që janë të shumta, e gjithashtu siç e dini tani rrjedhin edhe afatet për zgjedhjen e qeverisë. Kështu që me kaq po e përfundoj unë, ju falenderoj edhe juve për durimin të dashur gazetarë që keni kaluar kaq kohë të gjatë, po dhe ka drejt me ngrit dyshimet e veta. Gjykata kushtetuese është për atë punë, mirë po, procedura ka qenë plotësisht në rregull. Siç e dini, 9 kandidat janë propozuar dhe janë ezaruar, pra secili kandidat ju është dhënë mundësia me u votu nga 3 herë. Ka mbetur një kandidat i vetëm, derisa deputetët refuzuan për ta propozuar kandidatin e 10, atëherë me deomos unë duhet t'ia ofroj mundësinë e barabartë. E ju siç e dini, Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk e përcakton se cilës parti duhet i takoj deputeti sërb. Vetëm e thotë që duhet të jetë nga komuniteti sërb. Siç e dini, edhe nënkryetari i 5 i takon komuniteti sërb, përfaqëson komunitetin sërb, edhe me mungesë të ose me refuzimin e propozimit, rrjedhimisht mund ka obligu me dalë te paragrafi 7 i neni 12 të rregulluarës, që është shorti, mirë po me qenë se ishte kandidati vetëm, nuk ishte nevojë për short, dhe pas hedhjes në votim, po besoj që është legjitimu me 71 vota për, 71 deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës e shohin këtë proces si legjitim dhe të drejtë, dhe rrjedhimisht është një drejtë e fituar kushtetuese nga nënkryetari i 5 në këtë rast Nenad Drashi, të cilit i uroj suksese. Unë e vash njoftimin për dorëzimin e grupeve parlamentare, edhe është në mbrana seancës, edhe i kanë 7 ditë nga dita e sotme. Kështu që pres nga gjitha grupet parlamentare të dorëzojnë ata në zyrën në kabinetin tim, kurse sa i përket çështjeve tjera, unë mendoj që kemi tani një kuvend funksional dhe është rrjedhja e afateve për zgjedhjen e qeverisë, që ju takon partive tjera tash të bëjnë diskutimet e më të tjera. Është pyetje e mirë, po gjithsesi jo pyetje që do të më drejtu mua, do të më drejtu lëvizjes vetvendosje. Për atë e kemi nënkryetaren, që po besoj edhe ajo ndoshta do të dalë në konferencë për shtyp, e cila përfaqëson lëvizjen vetvendosje brenda kryesisë së kuvendit. Ne kemi një kuvend të konstituar tani më. Unë uroj shpresoj që të kemi edhe një qeveri, mirë po kjo varet prej subjekteve politike dhe diskutimit që do të kenë. E mira e konstituimit është se tani rrjedhin afatet. Po me fjalë tjera nuk mund me blloku kush afatet, rrjedhimisht e kemi 2 afat për kandidatin e parë, edhe për këtë mandatar duhet ju drejtoni subjekteve politike dhe unë po besoj që i takon subjektit të parë, edhe kjo është tani më e definuar, mirë po për gjitha pyetjet ju duhet i drejtoni te subjekti parë, edhe uroj e shpresoj që subjektet politike gjejnë bashkëpunimin, mirë kuptimin për të formuar qeverinë e radhës për cilën qytetarët kanë pritur kaq gjatë. A është pyetje e mirë edhe kjo, po duhet m'ia drejtu qeverisë së Kuvendit. Faleminderit shumë e ju uroj punë të mbarë.